do të vijojmë transmetimin tonë të drejt për drejt tek pjesa e ftuarit. Në Ditë e Re është programi I cili vjen çdo ditë nga ora 8 deri në orën 10, rreth orës 10 eksaktësisht në Ora News, nga Hëna të Premte. Jemi ditën e fundit dhe së fundmi e mbyllim me pak ëmbëlsirë. Po, e meriton në fakt. E meriton. Ne folëm për fotomanin, I dham shumë rëndësi kësaj teme, duke qenë se u përpoqëm që t'i jepnim një mesazh I cili është të jetojmë një jetë reale dhe jo falso, do me thënë të dalim në foto ata që nuk jemi, por një specialiste edhe një vajzë që po I ngjit shkallët e profesionit të saj, se të karrierës është pak më kështu, të profesionit të saj shumë ëmbël, shumë ngadalë, po me shumë lezet pa rënë asnjëherë, kemi Fioralba Maliqin, një fotografe e cila të kemi parë shpeshherë me vipa të ndryshëm duke I nxjerrë. Zakonisht ishim mësuar me fotografë të tjerë, ti dole pa pritmas, fotografe e re, por po korr shumë sukses. Fioralba, mirë se erdhe. Mirë se I gjeta. Mirëmëngjes. Ke ardhur shumë herë te neve gjithsesi. E ke shijuar gjithë ditën, ke takuar të gjithë njerëzit e mundshëm, aty që ke bërë sete, dasma, e gjitha I takove edhe një herë. Klient të vjetër. Si është të fotografosh një person publik, se VIP është fjalë shumë e madhe, domethënë përkthehet shumë person I rëndësishëm. Një person publik, sa të lodh, sa kohë të merr, gjithçka tjetër. Është e lodhshme. Është e lodhshme sepse kur vjen me idenë që duke qenë se ata e kanë të krijuar një profil të tyrin, çdo dalje e duan akoma në perfekcion. Është e bukur, se normalisht ti e njeh akoma dhe më nga afër nga ai çka ai bën në profesionin e vet. Dhe kur e takon nga afër, ka raste që thua, "Oh, qa shumë e thjeshtë çka menduar." Po ka personazhe që cilët janë, nuk të thoja me teka, po arrin të kurohen shumë mirë në çdo dalje të tyre. Kështu është dhe përgjegjësi për mua. Duke qenë se shumë herë publiku e ka parë në atë stilin e vet dhe unë mund të eksperimentoj. Po pse personazhe të njohur dhe jo personazhe të thjeshtë? Apo këta janë Jo, karremi për të thjeshtët? Nuk bëj dallime të njohur apo të personazhe të thjeshtë dhe jo publik. Unë kam bërë gjithçka, foto fëmijësh, foto të grave shtatzan, të dasmave, të eventeve ditëlindje, festa. Kjo pjesa e personazheve publik është më shumë një plus për marketing për punën time. Është më fitim prurse apo te çmimet janë njësoj? Jo, te çmimet janë njësoj. Është vërtet që I toleron pak personazhet publik dhe ato jo publik? Jo, fare. Fare nuk bëj asnjë dallim. Ne do të ngacmojmë, ë? Jo, absolutisht nuk bëj asnjë lloj dallimi për sa I përket çmimit tek personazhet publik dhe jo publik. Ka thonë ndonjë fotografo mua dhe më jep lekët ti dhe jo ai ty? Jo. Unë jam idesë këtu që puna është punë, edhe puna vlerësohet dhe paguhet. Pastaj, nëse unë dua të bëj diçka plus apo ekstra, e bëj nga vetja ime për mirënjohja ose për qefin tim ose për dashamirësi. Po ju që pranon që ta kesh si kërkesë, domethënë. Jo. Aty akoma më keq, them të të paguam. Jo, absolutisht nuk bëj asnjë dallim të tillë. Thjesht nga dëshira ose nga kënaqësia që ngel për më tepër njerëzve jo publik, I kanë bërë më shumë jo favor ose nder ose më shumë I kanë bërë 2-3 foto plus ekstra nga ajo çka ofroj si paketë ose si diçka gjatë setit. E kuptoj. Për gjithë ata që duan të vinë dhe të fotografohen tek ty, publik ose jo, ti ke një faqe Facebooku, që është? Është Fioralba Maliqi fotografi. Okej. Në Facebook. Në Facebook, pra Fioralba Maliqi fotografi. Po shkruaj fotografi. Se kur e shkruaj ndonjëherë kështu fotograf. Jemi gjithë anglisht folës jemi për me këta anglisht dhe urimet, happy birthday, gjithçka. Çdo gjë është anglisht. Gjithçka tjetër. Në jetën tënde private, Fioralba, si je? E lidhur, jo e lidhur, e martuar, e fejuar? Jam shumë rahat duke fokusuar vetëm ke puna ime. Domethënë dashuria jote për momentin është puna. Po. Je Është e mirë. Është e mirë se kam kohë. Ke kohë? Po pse nuk e ndjen asnjëherë mungesën në një personi ti? Varet nga momentet. Jo, por realisht, për shembull, nuk e di se do ndodh me dimrin, por që verën e kam shumë të... Jo, e kam shumë të ngjeshur. E kam shumë të ngjeshur. Oçe, se s'ka dhe drita, ha? Më falni të mbajmë me pa gripi, e kuptoj vetëm. Ja, shiko. Jo, me verën duke qenë se jam shumë angazhuar me punët, jo dasma, televizje edhe jashtë edhe nuk kam kohë dhe, më thënë, vapën nuk e kam ndjerë, më thënë, gjithë no, vapën nuk e kam ndjerë fare, se jam gjithë kohës në televizja. Gjithë kohës me dasmat, besete paradite, në darkë jam gjithë natën dasëm, të nesër më në qëllësh që kem në një fëmijë ose në një klient në studio, gushtin, kam 2 vjetë që nuk e ndjej fare. Më thëmë, pushimet e kam harruar. Po më mirë nga një se gushtit që do. Nuk e që do. Shumë... Për çdo event që më ndodhi, fejisa, martesa, për mendimin tim është më mirë ti bësh në shtator, se fillon e bija e vapa, edhe gjërat nuk janë aq shumë të shtrenjta. Po, e vërtet. Edhe nuk jam shumë idesë të bëjmë pushimet në Shqipëri.
Të lutem, mos më prek në tela se do bëjmë një antireklam për vendin tonë. Jo, nuk është antireklam. Më vjen shumë keq se kemi vende shumë të bukura. Thjesht është shërbimi, po. Shërbimi që të përdëshiruar. Se vërtet kur shkon jashtë i paguan, ama e merr ato që ti paguan sa këtu. Buzëqesh dhe kamarieri moj motor. Çfarë të si vetos më shumë kur fotografon një njeri? Me kërkesat e kanë fjalën që kanë. Unë jam tip që mundohem që klientin dhe pa e njohur, mundohem t'jap një gollë konfidence për atin e tij dhe time gjithashtu. Kështu që impakti i parë kur takohem krijoj shumë konfidencë, shumë herë kam ngel edhe mike me klientët, pothuajse me të gjithë. Shumë herë mbrapa pas punës ose shumë edhe kohë më mbrapa unë dal për kafe. Në punë është puna, pastaj fillon miqësia. E kam pak të keq të gjë që ambientojmë ty si shumë shpejt, por që e bëj për të mirën time dhe për të mirën e klientit, për të ndjerat realisht. Kështu ëmbël me ëmbëlsi thej që disa herë, jo vetëm një herë, thej që me pak fjalë ju kam gjan, ju kam rigja, po lekët do ju a marrë një. Jo. Dhe Fioralba e tha nga fillimi deri e tha më shumë se një herë. Fioralba, më të lehtë për të fotografuar kë ke fëmijë, apo fëmijët kanë përshtypjen se është pjesa më e vështirë se nuk qëndron. Është shumë e bukur, është shumë e bukur. Atë herën e bebave që mos ta ha fare këtë temë. Shumë e bukur. Fatikisht shumë qef dhe shumë kënaqësi më japin dasmat. Sidomos pjesa e estetit artistik. Po, sidomos pjesa e estetit artistik. Është disa darkat janë pak më të lodhshme, e kupton, është e para është natë dhe është gjumi i ditës me të natës që është komplet çakordimi çdo lloj pune që mund të bëhet. E dyta do të rish non stop gjithë darkën në këmbë, se do ka për çdo moment të mundshëm. Ndërsa seti është më ndryshe, jem më afër me çiftin edhe jem në kontakt, fustan i bardh, tjetër margji. Se fëmijët kanë tjetër, se cili personazh ka atë në rëndësinë dhe t'jep atë lezetin e vet. Tani ke prekur njëri në Facebook, unë në Facebook, në Photoshop? Kam prekur, po. Kë ke prekur? Kam prekur shumë, edhe jo se dua unë. Jo se dua unë. Të gjithë editohen. Po, unë e bëj editimin. Se duhet i prekin ta vetveten? Shiko, unë madje kam pasur raste që shumë herë duke ditur disa personazhe që pas se unë e dorëzoj fotot to editora, mi filloj mi editoj dhe vetëm në telefon. Edhe në këtë raste nuk i vlogën fare. Sepse ka raste që aty më diqet puna ime realisht. Dhe në momentin që ti e merr një foto që ka logon time, edhe editon vetë. Telefon mi gjitha. Po tani pse e duan këtë, se tash kur njeriu ose këtë po flisnim, njeriu është kështu, e kupton, kur s'ke muskuj nuk mundet t'i vendosësh me Photoshop, domethënë i vendos pa Kam vërë një gjë që më paktën këtë vitin e fundit ose 2 vite e fundit, çdo gjë kam mësuar që më ka dalë një fije, po ta rregullojmë, them se edhe më mbletson punën edhe i ke edhe të tuat dhe nëse ajo foto nuk ka nevojë për editim, ti e ke shumë të bukur dhe bruto. Lëre se rregullon Photoshop. Domethënë ka dalë një mani që lëre se bëj çdo foto, po nuk bëhet çdo Photoshop. E kanë këtë mani që çdo gjë Photoshop, ndoshta dhe bota e internetit që shikojnë shumë, po jo çdo gjë është ashtu siç duket. Domethënë në Photoshop të kërkojnë prekje ngjyra se kjo është normale, kanë përshtypjen që mund të fusësh efekte. Po, e bëjnë të gjithë. Por pjesa e prekjes në trup po them unë. Të personazhit të ndryshimit, komplet personazhi, po them ndoshta një gushtim beli, një hollim krau, një fryrëngrirje hunde, një rregullim është too much, po e di, po nuk kam çfarë bëj. Jo. Shikoj, unë them klienti është mbret. Në momentin që ti më vjen thua dua një gjë, unë ta bëj, ka pasur raste që kam për punën siç e kam ditur unë, dhe më mbrapa kanë thënë që shiko se unë këtë e bëja edhe vetëm në telefon, do ja bësh. Do e bësh siç e kërkojnë. Ke kopjuar ndonjëherë? Kopjuar jo, frymëzuar po. Frymëzuar nga? Nga nuk e mbaj asë mend emrat, për që kam parë disa faqe në Instagram edhe për të krijuar më shumë kompozime. Po, kompozime, ose aksesorë, si mund të vihet një vazo lulesh, një aksesor tjetër që jep atë ngrohtësinë e vet fotos. Fotot të pëlqejnë më shumë në natyrë, në studio, ku frymëzohesh ti më shumë, ku jep ti maksimumin tënd, që thua aty e qaj unë foton. Po në natyrë më pëlqen shumë për të rritur. Se në studio është pak e kufizuar, në studio mund të bësh vetëm një foto për kur i duam, për shumë personazhe publik, për një poster, për një dalje të tyre që i intereson. Ndërsa për fëmijët të preferoja studion, po varet dhe nga mosha. Nga 1 muaj deri në 1 vjeç ose 12-13 muajsh, mund të mbaj në studio. Pastaj në momentin që fillon e ecën, deri në 2 vjet e gjysmë janë pak më të vështirë për menaxhuar, kështu që duan patjetër natyrën. Për shkak se lëvizin janë jo shumë të dëgjueshëm. Kështu që ka mbarësi të moshave për fëmijët, ndërsa për të rriturit preferoj gjithmonë natyrën. Shumë interesante. Mirë, të kesh një studio, është investim dhe nëse do t'jesh fotograf, duhet të kesh një shkollë?
Nëse je fotograf, mund të bësh foto të bukura dhe me telefon. Kam fjallën, do më të që ti jesh fotografe, duhet të kesh mbaruar një shkollë, apo thjesht të kesh mësuar si shkrepet aparati? Jo, nuk ka lidhje as me shkrepjen e aparatit, as me të patur shkollë, ka komplet çështje syri, komplet çështje kompozimi, komplet çështje të dish se si hyn edhe se si e merr aparatin ndriçimin. Profesionin, unë them se kjo më kalon me kohën. Jo, absolutisht, as kam parë kur tutoriale. Çdo gjë, unë kur shikoj ndonjëherë punët e mia vitin e parë të punës time, tash u bëra yra në vitin e 7, edhe po të tregoj se si kam hyrë, është shumë gjë e lezetshme dhe e çuditshme. Si ke hyrë, me vërtet si u bëre fotograf? Oh, ka ndodhur shumë, ka ndodhur në momentin e dur, në çastin e dur, po nuk më priste mendja asnjëherë realisht. Kam qenë në një televizion që kam punuar, dhe ka ndodhur shumë arsiktësisht një mika ime më kërkon të bëj disa foto sepse i duheshin për veshjet që dikush i spozonte zotë, por nuk i merrte dot me vete dhe kishte kujtim. Aty më kërkojnë të bëhem fotografe backstage dhe për një spektakël edhe për 3 vjet isha aty. Dhe kjo prandaj nisi kjo fotografia me VIP-at fillimisht, që më dhanë një dorë edhe ishte një marketing shumë i mirë. Dhe për mua ishte eksperiencë shumë e mirë. Pastaj kam punuar në një kompani tjetër për 2 vjetësh dhe një vit e pak kam studentime, pra 6 hyra në vitin e 7. Është shumë mirë. Nëse do zgjidhni një profesion tjetër, kush do ishte? Nuk e di. Unë fatikisht studioj për drejtësi. Do të thëmë për te fotografisë, nuk është me fotografi, je edhe në shkollë. Po, jam edhe në shkollë për drejtësi, në fakultetin e drejtësisë, por që kam në pak pas dore për shkak se shumë impenjima merr puna, e kam pasur shumë dëshirë dhe shumë shef, sepse thërë gjithmonë që ju uroj për drejtësit, por që me idenë që do bëja unë drejtësi, por që nuk mos të hym fare kësaj teme. Mos të hym fare kësaj teme, sepse thënë kur çdo që arrin të jetë një karrige, do ketë gishtin nga vetja, kështu që. Kur rrita e kuptova shumë mirë logjikën e kësaj gjëje. Edhe kur rrita e kuptova mos vendos më gishta sa lekë. Ta kem një shkollë, të kem një diplomë, kaq. Sa komplet fokusi im është deri kur të plakem është fotografia. Keni një person që do ta fotografosh që se nuk e ke fotografuar dhe t'i bëjmë një kështu ftesë? Persona shqiptar publik? Po, normalisht tuaj. Jo. Jo, asnjë? Jo. Nuk nga ngelur. Ndoshta edhe pa mendje kështu i kam kapur ndonjëherë, kështu që nuk më bën shumë përshtypje. Rastin e fundit që pata një kanalisti shumë të madhe ishte zonja e parë e Kosovës, Anita Haradinaj, dhe u kënaqëm shumë realisht. Bëm një pritje, realisht në Kosovë kemi bërë një pritje, na kanë bërë një pritje të mrekullueshme që jam ndier si në shtëpinë time. E kuptoj. Ajo ka qenë një impresion shumë. Tash na ke folur për fotografi veshur gjithkohës, po zhveshur s'na ke folur fare. Zhveshur mos e fare. Se të pëlqen fare? Jo, më pëlqen, po varet çfarë nudosh. Më pëlqen nudizmi, po tash po flasim për porno. Më shumë. Po flasim për nudizëm. Nudizëm pa. Për art, pa. Por nuk e kemi atë shumë të artit, sepse shumica duan të vulgaritetit. Pse kush ka kërkuar që të fotografohet nudo dhe vulgar? Po e keni parë? A mos nuk e kam parë kot tani. Jo, nuk është puna, mos më bëti të them emra, nuk them kur emra. Po, nëse kam publikuar dhe ti thoi kam parë, atë pse çfarë po themin? E ka parë gjithë. Kush ka qenë nudo? Publike s'ka ndonjë gjë të keqe. Jo, realisht kam fotografuar nudo, kam fotografuar shumë vajza, të njohura dhe të panjohura. Tash nudo, ç'do të thënë, nudo gjysëm apo nudo? Nudo, deri diku. Okej, dhe arsye... Ke vëndo një gjese? Jo topless, nudo. Pra, arsye pse i kërkoni fotografit për çfarë deshin? Ka qenë komplet është çështje skupi. Skupi? Mi, okej, për skupo. Nuk ka ndërto për shumë vajza që duan të çojnë CV-n e tyre në Dubai. Nuk ishte aq lehtë në Dubai, isha në prill, isha për një shooting realisht. Dhe të shkosh këtej atje, kur atje ka shumë gjëra të bukura, shumë femra shumë të bukura. Janë realisht. Malse. Kam parë një temë me një lambo, thash, o zot. Po, të kjo ishte... Jo, ishte realisht shumë të kuluara. Edhe unë duke harruar fare, ishte e mirë mi. Shumë. Imagino që qelose unë që janë femër, me halin me shkujt. Këptoj shumë, në qëse ka qenë naturale, është okej. Në qëse kanë qëse shkojnë shumë në Dubai dhe janë të bëra, nuk është se janë shumë... Ka, tas po t'i gjajnë. Naturale. Kë nuk do t'a fotografoje më që ta ka sjellë Majtundës. Bëje një emër, Fioraldo, sot o kur. Që do t'i tuash, më falë, po të kam qanë, të dua shumë, jemi mike ose jemi mish, po ma ke lodha ditë, ma ke sjellë Majtundës më, edhe nuk ta marrin për keq, se kjo është në fakt. Jo, nuk ma marrin për keq. Jo, faktikisht kam shumë vajta që më vim për herë, do thojmë Kristina Donës. Kam shoqe, e fatikisht e marrim dhe si mos modelja jonë, se bashkë me motrën po hapim një dyqan me fustane me qira dhe çanta të një brende të reja. Reklama numër 2. Nuk thash asnjë emër. Nuk thash emër. Po kontaktoj njerëzit Facebook ty. Okej, nuk thash emër fare, tash bashkë me motrën thash, kaq. Dhe si e kishte kjo emrin?
Dona, nëse më shikon, Dona është gjithkohës është modele super e papar, është super simpatike, po Dona ka shumë kështu, ma bëj këtë, ma bëj atë, ndërkohë që Deniko Kryulli. Nuk kanë nevojë, fotot asaj nuk kanë nevojë as të editohen minimumin. E kuptoj, do të thotë, gjithkohës kërkon perfeksionin edhe pse është realisht perfekcioni. Është, nuk e di pozaxhie, i themu një pozaxhie, nish, por që të lodh. Planet më të afërta para se ta mbyllim? Po, dyqani e thamë. Jo, dyqani do hapet, studia ime është akoma është hapur, për që akoma tani do marrë dhe gjërat për vitin e ri, për fotot e temës të vitit të ri. Është periudha më e bukur që më pëlqen shumë. Planet më të afërta, kemi disa fotot për një dyqan që kemi me veshje nusesh, do dali brendi dhe do bëjë dhe cilat e radhës, kjo është me afërta për momentin. Shumë mirë, Fjoral. Në kaq pak kohë dhe si e ke nisur thjesht një pasion realisht ka qenë pasion dhe pa pritur, asnjëherë s'e mendoj do arrija deri këtu. Jetës nuk e dihet. Ke arritur shumë, unë të komplimentoj për moshën e re dhe gjithçka tjetër dhe mbi të gjitha për iniciativën dhe dëshirën që ke për të punuar. Faleminderit që ishe pjesë e jona. Faleminderit juve. Të kushtuam 20 minuta. S'më kohë të kisha marrë në ëmbëlsirë të sjella në shtëpi, po. S'ka gjë, jep jamonit se ka ikur në kanaval. Këtu jetën a e shpërblesh. Sa afër jemi. Të dashur miq, ne do të shihemi sërish të hënën, sepse të shumë dhe të diel jemi pushim. Do të shihemi sërish të hënën në orën 8 të mëngjesit, tjetër temë, tjetër këngëtar, tjetër i ftuar nga unë Dajana Viz Shabani në Instagram për te shakave në Instagram Besmir Metani dhe Dajana Viz Posht Shabani për gjithë ata që duan të na ndjekin në Instagram. Ne do të shihemi sërish të hënën në orën 8 të mëngjesit. Një fundjavë të bukur.